mbrëm në qendër të Tuzit me rastin e 91 vjetorit të ngritjes së flamurit në Deçiq, u bën një manifestim madhështor ku morën pjesë historian, artist, këngëtar dhe personalitete tjera nga Mali i Zi, Shqipëria, Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Koncerti organizuar si bashkëpunim në mes Lidhjes Demokratike në Maltezi dhe krijuesve të rinj nga Malësia, si dhe u mbështet financiarisht nga bashkëdhëtarët tanë me banim në Shtetet e Bashkuara. Sponsor medial i këtij tubimi ishte televizioni i parë shqip në Maltezi, TV Bojnë. Në këtë tubim fjalën e morën përfaqësues të bashkëdhëtarëve në Mërgim dhe përfaqësues të Lidhjes Demokratike. Po ashtu morën pjesë profesor Dr. Gazmen Shkuza, Reshat Arbana, Çun Lajçi, Kosta Kamberi, këngëtarët Kastriot Tusha dhe Manuela në Albani, si dhe këngëtarë tjerë nga Mali i Zi dhe Shqipëria. Sot për mua dhe kolegët e mi, të cilët erdhëm për këtë ditë shënuar, është një ditë e veçantë. Është dita e jashtëzakonshme se gjindemi në tokën tonë ku lindëm dhe u rritëm. Se është atë leu i karve tonë, është atë leu i Skanderbeut, është atë leu i Mojsi Golemit, edhe i lekët Dukagjinit. Prandaj s'ka as krajl, as mët, që këtë tokë e falë e shetë, dhe i sa të ketë një zog shqiptari që bën hije për mile. Jam në malesari, e u jam shqipetari, jam luftari vullnetari, ku i kadrojet shqipetaria, gati jam kur pret e liria. Një kërshë nga Shqipërinë e marrë me vete, ishte modës jam shqiptar. Shqipërinë e marrë me vete, ishte modës jam shqiptar. Mbas përfundimit për pjesëmarrësit u organizuan një darkë solemne. Në lidhje me organizimin e këtij manifestimi, organizatorët shprehen. Kur ka njeri me vetëm një rini të mbar, kur i ka sponsorët sikur se i kishim në këtë rallë, nuk është aq thirrë të organizohet, megjithëse punë kishte, e mbi gjitha përgjegjësia ishte në nivel të lartë për përgatitjen e këtij manifestimi dhe të gjithë kohën do të thotë që ishim me emocione se si do të ngjaj kjo pikë parë nga arsyeja se ky është një manifestimi i parë gjithsesi që për të parën herë mbahet në vend të hapur, në shesh në qendër të Tuzit, kështu që besoj se gjithë ajo punë që është bërë këto ditë për të përgatitur këtë manifestim e ka arsyetuar veten, vetë programi, vetë pjesëmarrësit, dinjiteti i lartë i pjesëmarrësve, sjellja e tyre të korrekte, na ka kënaq kështu dhe na ka çloll. Të them të drejtën se sidomos tensioni u ngrit pak aty në fillim kur patëm edhe disa paralelime anonime, por populli na ka, mos të them na ka befasuar për të mirë, por na ka kënaq me sjelljen e tij dinjitoze. Dhe kështu, si të keni pallë ju vetë programi nisi me pak vonesë, por gjithçka u krye ashtu si duhet dhe ashtu është planifikuar. Ne patëm një qëllim që të shënojmë një datë të rëndësishme nga kaluara jon, atë qëllim e realizuam, mirë po njëkohësisht ky qëllim përputet edhe me qëllimin tonë që duhet të jetë qëllim permanent pra për të ruajtur të kaluarën tonë të lavdishme, të popujt e ndryshëm nga mitet bajnë histori, ne s'kemi nevojë nga mitet dhe legjendat, ne kemi historinë në prag të derës, e kemi këtu njerëz ende jetojnë që mund të bisedojnë për to dhe është gjëna është mëkat që ne ato mos i shënojmë, që t'i ruajmë për breznitë dhe gjeneratat që vijnë. Ai popull që nuk i respekton vorret, ai popull që nuk e respekton të kaluarën, ai popull që nuk krenohet me çka të krenohet, atëherë ai popull as nuk meriton të jetojë. Ne bëam pra një manifestim për të kultivuar
pasurinë tonë kulturore, për ta ruajtur atë, për ta me iniciativë që ta bëjmë këtë tradicionale që ta përcjellim te breznitë e ardhshme. Asesi kundra dikuj, as arsesi larg qoftë prej natë të dikuj. Të festosh ata që të tekon, të krenohesh me ata që ke, të kultivosh kulturën e gjuhën, nuk do të thotë se urren dikë tjetër. Shqiptarët në përgjithësi kanë dëshmuar se nuk dinë të urrejnë, madje as kur i urrejnë. Faleminderit ju. Posaçërisht faleminderit TV Bojinit edhe për sponsorim medial. Duke falendëruar mjetet financiare ishin edhe as problem, duke falendëruar mërgjimtarët që ne financuan këtë, ideja ishte jona si organizator, kështu që bëm një konsultim të vogël me Lidhjen Demokratike, partinë e parë shqiptare në Malëzijë, kështu që vazhduam të punojmë, nuk e di sa shikuesit mund ta tregojnë. Duket se nga ovacionet e shikuesve duket se kanë qenë të kënaqur dhe ishte i suksesshëm koncerti. Po atëherë më vjen mirë, domethënë se unë kam qenë mrapa skene dhe domethënë nuk kam ditë se si ka rrjedh ajo, po më qenë se domethënë shikuesit janë të kënaqur, atëherë gëzojmë edhe ne. Edhe çka është kryesore, domethënë dëshirojnë se të mbesin tradicionale kjo. Ideja si ide lindi domethënë për një manifestim lokal. Kështu që me konsultimet me bashkëvendasit tanë në Amerikë, domethënë na përkrajnë me mjeta financiare dhe domethënë duke falendëruar atyre kontaktuam këta këngëtarë nga Shqipëria dhe Kosova dhe kjo ishte e tëra domethënë e cila shikuesit e kanë shikuar sonte kështu me natën e 6 prillit, gjesë flamurit në gjithë. Si që përmendëm edhe me parë në këtë festim që të pranishëm bashkëdhëtarët ta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju e keni ardhur këtu nga Amerika e Largët, mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Jam shumë i gëzuar, nikosisht dhe i emocionuar që po vinë atë dheun tim, në atë dheun e të parëve mi, erdhëm me përkujtu këtë natë gëzimje manifestimi për ngjarjet e rëndësishme dhe më të rëndësishme në historinë e Malësisë sonë të madhe. Përgëzoj edhe këtë televizionin shqiptar tuaj të pavarur, që është me të vërtetë një krenari që e keni dhe ju dëshiroj shëndet punë të marrë suksese në punën tuaj. Sot kaluam shumë mirë. Jam shumë i gëzuar dhe i lumtur, flas jo vetëm në emrin tim, po dhe delegacionit cilit kemi ardhur nga Detroiti për ta sponsoruar këtë tubim që e patëm. Me mia vetë kaloj një mënyrë vllazërore dhe pa asnjë incident më të vogël. Unë në emër të këtyre shokëve ju falenderoj gjithë malësorët që ju bjen nërmen për me na thirrë për këto momente raste të tilla, se ju jeni ata që po e mbani këtë trull dhe këtë vend. Guri rand peshon në trull të vet dhe ju peshoni aq rand këtu sepse ne atje mërgimi ka problemet e veta. Por mbështetja juaj dhe sponsorisimi juaj nuk duhet të nënvlerësohet, ishte një, mbështetje që i dha shtytje këtij organizimi. Do të jetë gjithmonë mbështetjen tonë do të keni në gjitha momentet, sepse ju them edhe një herë meritoni. Vllau për vllau nuk kërkon llogari, ashtu që edhe ne nga ju punoni, veproni dhe jetoni si shqiptar dhe me familje shqiptare, e ashtu të ndershëm gjithmonë qofshi për veten, për familjet tuaja, për komin dhe atë dheun. Faleminderit dhe falenderoj që keni ardhur këtu ju me shokët e tu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Falenderoj ju edhe një herë dhe televizionin shqiptar TV Bojin, si i themi atje në Amerikë. Good luck, shpresoj që të shifemi edhe në Amerikë kur të vini për ndonjë aksion tuaj të cilin do të ndihmojmë, sepse e keni të merituar që ju të ndihmoheni, se mediat shqiptare gjithmonë janë ndihmuar dhe respektuar nga bashkëdhëtarët. Në lidhje me përshtypjet e ardhjes për herë të parë në Malësi, artistët shprehen. Është hera parë që vi. Në radhë parë ju uroj festën e flamurit. Mikpritja është shumë e madhe, emocioni ishte i madh. E ndjej veten midis vëllezërve shqiptar. Shpresojmë që mos të jetë i fundit, po të kemi vazhdimsi dhe të vim shpesh herë. Gjithashtu ju uroj dhe juve dhe kolegëve të mi artistëve të vinë të bëjmë bashkëpunojmë së bashku për koncerte si në Tuzë ashtu edhe në Shqipëri, Tiranë. Ju sonte në skenë keni shkëlqyer me Manjolën Albanin. Mund ta tregoni diçka me bashkëpunimin që keni patur me Manjolën deri tani? Zakonisht unë kam kënduar
me Manjolën, zëri na shkon të dyve. Manjola është mezzosoprano e mirënjohur në Shqipëri, gjithashtu dhe unë jam tenor i Teatrit Operas dhe mbi gjitha jemi shok të mirë edhe na kanë pritur dhe kemi pasur sukses. Kisha dëshirë të madhe dhe nuk e mendoja që kjo dëshirë do më realizoje kaq shpejt dhe kam marrë me kënaqësi, sigurisht duke patur parasysh që kisha obligime tjera, po thash do shkoj se s'kam shku asnjëherë. E për më tepër në një ditë të tillë për vjetori të 91 të ngritjes flamorit nga deti Gjolluli Ndeshish. Pa jam i lumtur dhe unë i falenderoj krejt popullin e Tuzit dhe të krejt Malësisë për ftesën që na bën dhe sidomos ata që ishin iniciatorë të kësaj pune. Do të jetoj me shpresën që përsëri do vinë këto troje për të takuar me vllazërin shqiptar të Malësisë.